بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, e madhrojmë Allahun Azza wa Jall, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, sonte do të marrim biografinë e një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte pranuar Islamin qysh në fillim, dhe ndikimi i tyre pa dyshim që është më i madh, edhe pse realisht kur kthehesh në librat e historive ndoshta nuk gjen shumë material për këtë sahabi, mirë po gjen qëndrime të cilat faktikisht kanë mbetur në histori si qëndrime burrnore, qëndrime dhe orientime të drejta që duhet me shërby njerëzve për jetët e tyre. Edhe Mus'ab bin Umairin, kur kemi folur për të, kemi thënë se nuk ka shumë material në për librat historisë. Mirë po faktikisht edhe ka vdekur qysh herët në luftën e Bedrit. Mirë po ka lënë historin pas vetës, ka lënë qëndrime, ka lënë mësime dhe urësi që faktikisht njerëz tjerë, dhe më thonë, e sot asaj dite, dhe më thonë përfitojnë dhe frymëzohen prej tyre. Njëri prej atyne burrave që thash nuk ka shumë ndoshta material për jetën, biografinë e tina, mirë po ka qëndrime burrnore që thjesht shërbejnë frymëzim për njerëzimin. Është prej sahabive të parë, apo prej sahabive që qysh fillim e ka pranuar Islamin. E kam fjalën për Ebu Hudhejfe ibn Utbe ibn Rabi'a. Ka qenë djali i Utbe bin Rabi'as, e Utbe bin Rabi'a ka qenë prej zotrive të Kurajshitëve në Mekë. Mos thëmë ndoshta ka qenë prej atyre që ka pas autoritetin dhe pozitën më të lartë, dhe më thonë në shoqërinë mekase dhe të Kurajshitët në atë kohë. Mirë po, ashtu si që ka pas autoritet në shoqërinë e tij, në Mekë dhe të Kurajshitët, ka qenë edhe prej atyre që ka qenë armik për armikëve më të përbetuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra baba i këtij sahabije për të cilin po flasim ne për të, Ebu Hudhejfe bin Utbe bin Rabi'a. Thashë e ka pranuar Islamin qysh në fillim, dhe më thonë para se me e marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpinë Arqam bin Arqam se li të davetit e tij. Në disa transmetime ka ardhur që ka qenë i 40 disati që ka pranuar Islamin, që faktikisht kuptohet që ka pranuar Islamin qysh, domethënë në fillim. E rëndësia këtyre që ka pranuar Islamin në fillim, vëllezër të nderuar, është se realisht atë borën më të madhe të Islamit, torturat, sakrificat, i kanë bartë më së pari edhe më shumë të këta persona se ata që faktikisht ndoshta kanë pranuar Islamin më vonë, ose kur ishte Rumekja e kështu me radhë. Faktikisht se këta janë kon ato celulet e para të shoqërisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë ajeti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se rahmet për njerëzimin. Realisht pejgamberi sa nuk ka pas kontakt me gjithë njerëzit, po kanë qenë këta njerëz për rreth tij, të cilët faktikisht e kanë shtrit davetin dhe thirrjen
pejgamberit sasëm edhe në atë kohë, mirë po elhamdulillah kanë qenë edhe halk që faktikisht e kanë transmetuar mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe pas vdekjes së tij. Është lind në një familje shumë të pastër, shumë autoritative, mirë po ka zgjedhur rrugë tjetër prej familjes së tij. Thjesht Utben thashë ka bab, Hindin, gruan e Abu Sufjanit e ka motër, edhe Axhe ka Shejben, e vlla e ka Velidin, që këta tre Utbe, Shejbe, Velidi, këtë kanë vdekur domethënë në luftën e Bedrit, domethënë në luftën pas që vjen. Pra thjesht ka ardhur prej një familje që ka pas shumë autoritet, ka pas shumë pasuri, mirë po kjo kur nuk e ka bërë që njeriu me harruar edhe thjesht me kon i përdalt edhe mos me qenë i orientuar, i udhëzuar, se zakonisht autoriteti edhe pasuria shpesh din njeriu me humbur, me hutuar, mos me kon i kthjellët, domethënë as në qëndrime, as në ide, as në orientim, përkundrazi kur ka ardhur thirrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur kjo dritë, absolutisht nuk i ka penguar, edhe pse thash ka me pas sfida, edhe ka pas sfida në pjesën tjetër të jetës, mirë po realisht ka qëndruar si burrat dhe ka zgjedhur rrugën e duhur. Edhe gruan e ka pas, domethënë familjes autoritative, ka pas Sehele bin Suhejl bin Amr, edhe Suhejl bin Amri ka qenë pothuajse në nivel të babas së tina, në autoritativ dhe i pastër në Mekë, gruaja tina ka qenë në monçika këtij Suhejl bin Amr Sehele, mirë po edhe ajo është bërë muslimane, domethënë me Abu Hudhaifën, edhe kanë pas edhe fëmijë, mirë po e kanë pas edhe një fëmijë të adoptuar, domethënë e është quajtur Salim, i kanë thonë Salim djali e Abu Hudhaifës, mirë po mas e ka zbritur ajeti kuranor që ud'uhum li abaihim, domethënë thirrni ata në emrin e babait të tyre, baballarëve të tyre, faktikisht këtë birësimin qysh edhe sot asaj ditës njihet në histori që faktikisht dikush e merr një fëmijë të huaj, edhe e birson edhe e bën si me kon djali i tij, gjak i tina, kjo në shariatin ton domethënë nuk ekziston dhe thjesht llogaritet e anuluar, edhe këtë e ka anuluar edhe tek Hudhaifja, Abu Hudhaifja e ka anuluar pejgamberi sunnet e vetja vet se ka pas Zeidin, domethënë që një fëmijë të birsuar, gjithë e kanë quajtur Zeid djali i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po kur ka ardhur domethënë ajete që e kanë ndaluar në gjë të tillë, faktikisht automatikisht ju kanë ndruar statusi prej Zeidit djali i Muhamedit, Zeidi shërbëtori, domethënë ose robi i Muhamedit, edhe njëjtë ka qenë edhe për Salimin, i kanë thonë Salim bin Abi Hudhaife, të është bëhë Salim Maula Abu Hudhaife, domethënë Salimi, domethënë shërbëtori i Abu Hudhaifes. Ka qenë për atyre që është shpërngulur në Etiopi, edhe atë 2 herë, se në Etiopi 2 herë ka ndodhur shpërngulja, kanë shkuar një herë, ka ardhur një lajm se janë bën musliman me kasit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë në afër Çabes duke nduar Kur'an, nga suratul Najm, edhe në fund të ajetet kuranore ishin pa të rrethu për rrethi me kasit dhe dëgjanin, edhe pejgamberi sëm kur i lexon ajetet e fundit të suratul Najm bën sejdë, edhe ata pa vullnetshëm këtë me kasit që ishin aty, domethënë bin sejdë, edhe përhapet lajmi se janë bën musliman, domethënë me kasit Kurajshitët, edhe ju shkon lajmi edhe këtu në Etiopi se janë bën me kasit musliman, edhe kthehet Abu Hudhaifja me gruan e tina, mirë po kur vjen e gjen domethënë një realitet tjetër, e kjo është fatkeqësia e dezinformatave, domethënë jo është në atë kohë, po çdo herë domethënë e kanë ndikimin negativ, edhe shkon për herë dytë prap në Etiopi si muhaxher, edhe domethënë shpërngulet. Mirë po, motivi i shpërnguljes së tij nuk ka qenë motivi aty në mekazëve të tjerë besimtar, se shumica aty që kanë ikur jo pse domethënë s'kan dashur me jetu në Mekë, por realisht pe torturave të mëdha, sakrificave që kanë pas, domethënë mos mundësive mu përballu edhe mu përball me ata kokat e mekazëve të cilët i torturanin,
i ndetyrua domethënë më shpërngul. Ndërsa Abu Hudhaifja se ka pas këtë problem, se faktikisht tash e ka pas familjen me autoritet, babën e ka pas me autoritet, faktikisht nuk e ka pas rrezik që është të ngucë dikush ose për e sulmon dikush ose për të torturon dikush, nga se ka herë njeriu mendon që largohet vetëm prej domethënë të kushteve të këqija ekonomike ose se burgoset ose torturohet ose në jo, ndonjëherë njeriu edhe largohet në mënyrë demonstrative që më i tregu domethënë thjesht atyre që faktikisht e kanë antarët të tij, qoftë familjes apo të shoqërisë, më tregu se unë nuk pajtohem me çësjen dhe arrogancën e juve që e keni karshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo ka qenë arsyeja, jo pse ka pas problem kë thjesht në anën ekonomike, ose pse ka pas problem se ka me sulmu dikush në Mekë, nga se s'ka guxoft kërkush thjesht me sulmu, mirë po më u tregu familjes së vet se kjo punë kështu nuk shkon. Thjesht do të marrëm pak më vonë rastin e babës tina, kur e kanë dërguar me kaset me negociu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka filluar me i fol, qofse dën të pasuri, na dhojmë pasuri, qofse dën të domethënë gratë të martojmë, qofse dën pushtet, bëjmë mbretin tonë kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe edukatën e setina ka dëgjuar deri në fund, derisa ka thonë Utbe bin Rabia e kryte. Ai thotë po, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i përgjigjet tash në ato çka i ka thonë, vetëm për fillim më lexu një pjesë fillimin e surës Fussilet të Kuranit, edhe mahnitet dhe fascinohet Utbe bin Rabia, edhe kthehet te populli i vet, thotë o lene rahat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sa i se ka thonë kështu, sa i se ka besuar, mirë po ka thonë lene Muhammedin rahat, se dhe të bën çka don, dhe të merret tjetër kush me ta. Qofse ata vrasin na rahatojnë edhe neve. Qofse kjo triumfon ndaj tyre, realisht kena mja po hajrën edhe na, se u konë mendje mbret. Mirë po këtë mendje mbretësi, jo çdoherë përkthehet edhe në udhëzim, se do të marrëm domthonë vazhdim disa arsye se jo veç me koni meçëm njeriu bëhet musliman ose udhëzohet, nga se udhëzimi fillimisht e përfundimisht të ndorë në Allahut. Mirë po Allahu azza wajel shet diçka në zemrat e njerëzve, edhe prat i udhëzon, apo shet diçka në zemrat e njerëzve të cilat faktikisht i lën pa udhëzim. Masandej pasi që kthehet për Etiopis, dhe gjën që pejgamberi po shkon në Mekë, në Medinë me bë hijret, edhe bën hijret në Medinën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bile ky shkon më herët, nga se tregohet se kur ka shkuar më herët, ky ka qëndruar të domethënë afër Kubas, në të një ansari, ka pas emrin Awad bin Bishr, edhe atë e ka pas si duket si shok më herët, edhe ky Salimi, ky djali i ri, që thash e ka pasit birsum që masandena është anulu kjo çështje, ka qenë prej të dalluarve në leximin e Kuranit, dhe atje ju ka prim me namaz dhe ka fal namazin, domethënë si imam i atyre derisa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe u shpërngul në Medinë. Kur u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, faktikisht po vjen lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit ka ndodhur me 17 Ramazan ditë e Gjuma, në vitin e dytë pasi që ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, edhe po bëhen dy ushtrit, domethënë safa në anë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shok, në anën tjetër domethënë mushrikët e Mekës në krye me parinë e tyre, e mesin e atyre që i prinin në kësaj ushtrie ishte Utbe bin Rabia, babaja e Abu Hudhaifës, Shejbe, axha i Abu Hudhaifës, Walidi, vllavi e Abu Hudhaifës, kështu me radhë. Edhe realisht këta dalin 3 partë, edhe lypin, domethënë dy luftim me dika nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuhet se ky ka dashur me dal, domethënë dy luftim me babën e tina, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lejuar në gjë të tillë, edhe karshi domethënë tyre, domethënë i ka qitur 3 familjes vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qitur Hamzën, Aliun edhe Ubejde ibn al-Harith, domethënë edhe që të 3 kanë dalë në dy luftim edhe i kanë vrarë, domethënë ata 3 edhe Utben, edhe Shejben, edhe domethënë Velidin, që i bie praktikisht
e kanë vrarë babën e Ebu Hudhaifës, axhin e Ebu Hudhaifës, edhe vllaun e Ebu Hudhaifës, edhe që të tre aty para syve të tina, mirë po lufta e Bedrit, po edhe Islami edhe Kurani quhen El Furqan, nga se i don safat, faktikisht ndoshta mund të qenë vllau me vlla, e baba me djalë, mirë po nëse njeriu e zgjedh Islamin e dikush tjetër zgjedh diçka tjetër, atëherë faktikisht është zgjedhja e tina, mirë po kjo nuk na bën që ne të zbrapsemi, edhe kështu ka ndodhur pikërisht edhe me Ebu Hudhaifën, nga se nuk është zbraps. Përkundrazi, kur i kanë mbledh ato kufumat e të vrarëve të Mekës, aty kokave të tyre i kanë hodh në një pos aty afër. Aleikum selam tullah. Atëherë e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Hudhaifën si të mërzitur, edhe i ka thonë Ebu Hudhaifa, po mërzitesh, a mos ke emocione, a që realisht është normal me pas emocione, edhe i thot ja Rasulullah, nuk kam kurfar dyshimi në Islam, as që të kam besuar ty edhe Kur'anin, se realisht njeriu kur të qetë shpozit me luftu me babën e vet, ka shumë njerëz që ka mundësi më u luhat, edhe me ndu se e kam drejt. Edhe kur ka dal në atë pozit, edhe ka pa që aty që piu prinë është bash baba, axha, vllav, edhe po dalin dy luftim, edhe tret po vdesin, pej durve të muslimanëve, edhe thjesht pishetash gjenazët e tyre, të ingrehet që thëmë ne zhag, edhe mi gjunë në një pos, faktikisht ka mundësi nëse njeriu nuk është i forcum një mon, edhe me pas, dhe më thonë, dridhje. Edhe i thot ja Rasulullah, nuk e kam atë dert, nuk e kam pse jam duke dyshuar në Islam. Mirë po e kom njoft babën tem, edhe kom ditë se është njeri i meqëm, që kom mendje bretësi, që i thëmë na i analizon gjërat. E kom pa të shpresu që mos po bëhat musliman. E kjo është ajo që do të me kuptu në dy andë. Dore në zemër ka herë dhimen disa njerëz që ishe me të vërtet që kanë mendim, edhe din me analizu gjërat, edhe faktikisht nuk janë që janë njerëz të këqij, edhe i prinë senëve të mbrapsht. Po kur ishe nuk është i lëzum. Edhe kjo në me të bënë që me të kajtë zemën, me thonë subhanallah, qka i duhet këtina dhe me e po këtë dritë, se qa që është e qartë këtë dritë, dhe që këtina nuk e dashtë më mshef kjo puna, nëse ne kësi njerëz kemë plot. Mirë po edhe në unën tjetër duhet me kuptuar se dhe me thonë sa do me koni meqëm. Mos mendo se ti me mençurinë tënde edhe me mendjen tënde kemi pavarësua dhe kemi udhëzu. Qofse nuk dën Allahu me të udhëzu, edhe me ta dhon Zoti, domethënë mendjen e këtë dunjas. Edhe njerëzve edhe domethënë të mençur në kësaj bote nuk i mundësi me udhëzu nëse nuk e kin ndihmën nga Allahu azza se udhëzimi është dhurat pikërisht domethënë prej Allahut azza wa jall. Edhe tregova pak më herët rastin kur ka ndodhur domethënë negociatat e tina me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai pe mençuristina ka thonë lënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, domethënë nëse fiton ja shohim hajrin dhe na, nëse thjesht tjerë të likvidojnë në rahatën Zoti prej tina. Faktikisht mirë po mos ju çasni ju me kaset që me pas direkt bollafaqe me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Qysh në Mekë kë ka shfaq, domethënë ato prirjet se është njëri mendje pratë dhe analizon gjërat. Mirë po jo çdo gjë thash lidhet me mendje edhe me mendjen bretësi, nga se udhëzimi është diçka për te saj dhe është dhurat prej Allahut azza wa jall. Tregohet edhe pse realisht kur të shikojmë në për hadithe e shohim se si transmetime nuk janë shumë të qëndrueshme, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një fjalë. Ai është ka thonë se kush sheshe Abbasin axhen tem, mos sulmon me vra, nga se nuk u dal për çef aty, po e kanë marrë me zor. E thuhet se kur e ka dëgjuar Ebu Hudhaifja këtë fjalë, ka thonë baballar ton po bëj ka më vra, e vllaznia ton po bëj ka më vra, e axha jot s'po bëj ka, te zatet shaune pa vra se la. Thash transmetohet kështu, edhe pse ka fjalë domethënë se hadithi është i dopt, mirë po transmetohet se i ka shku kjo fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu ya Aba Hafs, domethënë edhe thot Omer hera parë që më ka thonë Ebu Hafs, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë këtë rast, më ka thonë a dëgjova që po thotë Ebu Hudhaifja, që kështu kam ja bë axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai thot Omeri, domethënë
se të qërë hesapet të vrajë, apo nëse nëse faktikisht nuk e folë këtë fjalë vetëm se të ka bo munafik, mirë po pejgamberi sasem si duket e thirrë dhe ja sqaron situatën se nuk është njëjtë si Abasi, jo pse veç ka qenë hoxha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po kush ja din historinë Abbasit, edhe sa ka qenë në Mekë, edhe pse ndoshta zyrtarisht kurse ka pranuar Islamin në atë kohë, mirë po ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo haptina, bile edhe ato negociatat për më shpërngul në Mekë, në ato delegacionet që vishëm në punë të shpërngul në Medinë, delegacionet që vishëm prej Medinës dhe mi ofru vend strem pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ai i cili i printe ishte Abasi, si agje pejgamberi duke thonë se nëse e runi si gratë e fëmijët e juve, e merrni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ndryshe, nëse jo, mos e lëni se ka kush e mbron edhe në Mekë. Faktikisht, domthon ka qenë gjithmonë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndalja e tij në luftën e Bedrit nuk ka qenë e vullnetshme, mirë po ka qenë pej detyrimit, edhe thuhet se këtë fjalë kur e ka thonë Masanen e Karapi Shman, edhe ka thonë se këtë fjalë nuk ka kush që e lan apo që i thëmë nasnina rahat për shkak të mëkatit kësaj fjale, vetëm se me ra shahid edhe me vdek në rrugën e Allahut azza wa jall, e thuhet s'ka mungun në asnjë luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka jetuar dhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos që kanë filluar mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dezertue disa grupe prej atyre që të pranuan, domethënë Islamin në luftën e Yemames në Riyadin e Sadshëm, kur ka qenë një pretenduesi pejgamberllëkut e ka pas Musailime ibn Kadhab, në atë luftë ka ndekë një numër i madh i sahabive, një numër i madh i hafizëve të Kuranit, e mes në tyre ka vdekur edhe ky Abu Hudhaifja me pikërisht çat Salimin, çat djalin që tham e ka pas shoktor, domethënë që ka qenë prej hafizëve të Kuranit. Allahu qoftë i kënaqur me ata, të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i shpërbleft me gradat e shahidit dhe në xhenet më të larta në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po lutem Allahun azza wa jall që ne të ecim në hapat e tyre, që Allahu azza wa jall për hir të dashurisë që kemi ndaj tyre më në bashkuar me ta në xhenet. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.